pro-amerikane, domethënë pra për politikat e tij ai ka marrë frutat e duhura. E qartë, Sokol, nga ana tjetër, është realisht vetë Kina, pra çelësi luftës në Ukrainë, ashtu si pretendon edhe Donald Trump, apo është thjesht kjo pra një justifikim për të nisur edhe një luftë tregtare globale? Në fakt, Kina është ai gogoli i madh, por është një karton, është një kukull, një karton kukull, sepse se i referohem edhe BRICS-it, edhe Shangajt, edhe Rusisë, edhe Kinës, edhe Indisë, të gjitha, po të thuash që janë, por e vetmja që do të jetë, që mund të jetë rivale e Amerikës është vetëm Bashkimi Evropian, ku nga të drejtat humane, nga të drejtat njerëzore, nga stabiliteti, nga paqja, nga një histori shekullore që ka kaluar me krime, lufte me të gjithë, domethënë Europa e sotshme që ne jemi pjesë e saj, tashmë është e vetme që mund dalë në rival ashtu, kurse për Kinën e për ato dihet se sa të drejtat e njerëzit ka, dhe pse ishin shumë të bukura fotografitë dhe videot me armët e Kinës, e Putinit së bashku, India, atë së bashku, por duhet të thënë edhe kjo që në fakt problemet më të mëdha për Kinën janë me komshitë e saj, pra janë me Indinë dhe me Rusinë dhe jo me Amerikën, por normalisht duhet të gjenden pretekste edhe nga zoti Trump edhe nga Amerika, domethënë që është e vetmja perandori e botës dhe e vetme, po ka nevojë për asnjë tjetër, tregon që ka një pretekst, domethënë që po fillojmë me luftë me Kinën, por në fakt të gjitha luftat që janë përreth, që janë në zonën tonë, që janë në kontinentin tonë, por edhe në lindjen e mesme, e cila tregon krejt qartas, haptas që kanë përfitime shumë të mëdha për Amerikën, ku vazhdimisht në dekadat e fundit Amerika ka arritur të kthejë një strategji krejt ndryshe nga e luftës së ftohtë, sidomos në 3 dekadave të fundit, ku edhe frutat e saj po i merr, Kina tregohet si një shejtan i zi atje, si një dreq i keq. Atje, por në fakt janë të gjitha lojrat e Amerikës, ku sa më shumë që të ketë luftë në për pjesë të ndryshme të botës, është vetëm ajo që ja siguron edhe për dekada me radhë, paktën për 3 dekada me radhë, perandorinë e vetme globale që është Amerika, sepse të gjithë ata që luftojnë në fakt, të gjithë humbin, domethënë Europa tashmë po humb, Rusia po humb. India me Pakistanin në paqe po humb, po ashtu edhe në lindjen e mesme, domethënë edhe aleatet më të shokët më të ngushtë të Amerikës, si është Doha e Katari, ku të shkretet ata me miliarda euro, dollar, me falni, i dhanë Trumpit kur si shkoj për vizitë në atje, plus edhe qindra mijëra miliona euro aviona që i dhurojnë përsëri. Amerika është krejt ndryshe dhe Kina është një gogol, pavarësisht se forca e Kinës do të pak ndryshe, se nuk është një forca, si kujtojmë në një forcë globale, pavarësisht se forcat globale së përfutitit i quhen të gjitha të shtetit që kanë armë nukleare bërthamore, por në fakt Kina është shumë ndryshe sepse ka probleme shumë më etike në mbretësinë e vet, ku 1/3 e Kinës janë racat e ndryshme, ku atje sipas informacioneve dhe sipas edhe shumë raporteve që dalin nga Kombet e Bashkuara, tregojnë që Kina brenda për brenda vendit vet bën gjenocid mbi ujgurët, mbi shumë pakicat e tjera, dhe kështu që ajo jetë superfuqi është krejt ndryshe, por ndoshta edhe në literaturën, në marrëdhënien ndërkombëtare apo aleancave ndërkombëtare na duhet të zhvillojmë disa teori të tjera, sepse ato teori që kemi hecur deri më tani, me të vërtetë që kanë ngel teoritë e luftës së ftohtë, e sot mja kërkon disa inteligjenca krejt të tjera. E qartë, Sokol, të mos harrojmë këtu se kemi ende pra vende anëtare të NATO-s, të cilat kanë nevojë dhe janë të varura pra nga nafta ruse, ashtu si Hungaria, por edhe Slovenia. Si pritet të ndikojë ky ultimatum nga ana e Donald Trump? Ultimatumi i Donald Trumpit tashmë duket që në fillim, domethënë Donald Trump erdhi që të sjellte paqe, por në fakt sjellë luftë, erdhi për të sjellë paqe qoftë në Rusi, luftën në Rusi-Ukrainë, po ashtu edhe në Gaza, po ashtu edhe të tjera, por nëse i vërehim domethënë shifrave të krimeve të luftës, që tashmë edhe Kombet e Bashkuara ditën e djeshme prononcuan një raport ku bëhet fjalë për shtimin e vdekjeve, domethënë të pafajshmeve, qoftë në Gaza, nga Izraeli, po qoftë edhe nga Rusia në Ukrainë, dhe kjo tregon që ajo çka thot Trumpi apo çka jep ultimatume Trumpi nuk janë reale, sepse duhet parë domethënë edhe nga ana e gjërat e tjera, nësa e shohim domethënë të muajit e fundit, ne po pritshim që të ishin sanksionet dhe pas 24 orë të pushonte lufta
të pushet në pushtimi Ukrajinës nga Rusia, por në fakt ndodhi e kundërta ku me një përnallti shumë të bukur e lajë gjithë bashkimin evropian, ku do të thënë vetëm jo thjesht BE-ja, por edhe Turqinë dhe Anglinë i la krejt matan dhe ftoi biles e ftoi edhe zotin Putin, e ftoi në Alaska, siç dihet, ku dihet që zoti Putin kërkohet për krime kundra njerëzimit, për krime lufte, edhe ka një urdhë nga gjykata ndërkombëtare penale, por Trumpi është pak ndryshe dhe ultimatumet e Trumpit vetëm se i ngrejnë çmimin një malli që është në treg, por jo se do të ketë një tjetër, sepse sa më shumë të zgjasë lufta domethënë sa më shumë të zgjasë Rusia luftën, aq më shumë humb Rusia, sepse Rusia nuk ka nevojë për tokë, në fakt Rusia është në mos gaboj 1/4 e botës si gjeografi dhe nuk mund ta sundoj vetë atë sepse s'ka dhe popull për të sunduar gjithë hartën e vet dhe jo ma të pushtoj Ukrainën apo asaj, por kështu humbin të gjithë atë forcat e veta dhe kush ngel këtu Grecia, ngel Amerika. Pra kjo është ajo gjë pozitive për Amerikën, ku të gjithë tjerët humbin, vetëm Amerika fiton, dhe me Hungarinë ashtu që bëhet pyetje tjo, unë nuk e shoh që do të jetë një problem, sepse edhe që ndaluan gazin, sidomos Gjermania bëhet fjalë, gazin rus, çfarë bëu, ushtu 3 fishi i çmimit dhe e morën nga Gjermania, filloi ta marrin nga Amerika. Pra kështu që ultimatumet e Trumpit janë tashmë nuk kanë asnjë peshë në marrëdhëniet ndërkombëtare që do të bëjnë kështu apo do të bëjnë, sepse edhe vetë Trumpi si biznesmen, si person, ka shumë i ndryshëm nga 4 vjet qarshi i parë, dhe tash është krejt ndryshe, se normalisht dihet që ai nuk do të jetë më president mas 3 viteve, por gjithsesi ultimatumet e Trumpit ne ashtu i shohim, se themi Trumpi, sepse vim nga zona ku ne lideri për ne është ill dhe jo sistemi, por turke që Amerika ka sistem, në fakt nuk ka lider, dhe pse flet Trumpi bëhen gjërat e tjera, pavarësisht se lideri amerikanë ka deri diku të vendosë diçka, por jo ashtu, sepse ajo që sundon botën është Amerika dhe Amerika ka sistem dhe jo person. Domethënë ik Trumpi vjen tjetri, nuk lë gjë, dhe nëse shohim me luftën me punën e Rusisë, kuptohet krejt qartë që ishte Biden kur filloi lufta dhe tash është Trumpi. Çfarë ndryshoi? Asnjë, vetëm se ndryshon fjalët. Domethënë ndryshoi fjalimi, por në fakt e njëjta gjë vazhdon. Rusia vret e pretendena, humb për ditë, po ashtu edhe Evropa tashmë për të ndihmuar Ukrainën, pra për të ruajtur veten e vet, në fakt jo për të ndihmuar Ukrainën. Edhe ajo harxhon edhe më shumë se sa Rusia, pra të dy pjesët e bien dhe Trumpi vazhdon të ngrejë çmimin çdo gjë dhe Amerika, pra domethënë fillon të ende vazhdon të fitojë edhe më shumë se sa një dekadë më parë. Eshar, Cokol, për të mbyllur çështjen e Donald Trump, çfarë ndodh nëse NATO nuk do të pranonte pra kushtet e tij? A do të tërhiqej vërtet SBA-ja nga dhënia ose nga mbështetja ndaj Ukrainës? Jo, SBA-ja në fakt nëse e shohim administratën të Trump, asnjë lloj ndihme nuk ka, asnjë mbështetje nuk ka, domethënë pra në thojza. Kjo janë retorika e Washingtonit të shoqë me zotin Trump, por nëse e shohim nga ana tjetër, domethënë Europë ndaj thotë ne përshësim armë Rusisë, Amerika është e pamundur që të tërhiqet nga Ukraina, por vetëm ndryshon fjalë dhe thotë që ne nuk kemi mbështetje, më sepse dihet edhe vetë se si ndoshta shumë e rrallë në historinë e njerëzimit, ata gafat, ata gjërat që bëri kundra presidentit Ukrainës Zelenski në zyren ovale atje, domethënë që ishin me të vërtetë një krimet më diplomatike, më të si mund ta quajmë në Shqip, domethënë më të turpshme që kanë qenë ndonjëherë, një njerëz që është pushtuar shteti i tij, një njerëz që mbi kombin e tij bëhet gjenocid, ku atëra kishim edhe që tashmë është edhe faktuar nga gjykata ndërkombëtare në genocidin e buçat e Ukrainës, dhe ku jemi sot? Pra kështu që Amerika nuk e tërheq atë, por thotë që nuk do ta mbështes, por në fakt e mira për Amerikën, për politikën, geostrategjinë e Amerikës, është që lufta të shtysh më shumë, sepse në fund të fundit dikush do sponsorizoj dhe do sponsoroj armë, qoftë nga Rusia, qoftë nga ashtu, sepse edhe Rusia nuk është e vetme, se ka Kinën, e ka ndihmën e shumë të tjerëve, biles ka edhe ushtarët e shtetit të Koreas së Veriore, atje që dihet që tashmë po shkon edhe grupi i tretë i ushtarëve
të Koreas Veriore për të ndihmuar Rusin, pra një superfuqi e botë në thojza që është gjoja e dyta e botës, nuk ka ushtar. Me këtë kështu që Amerika sponsorizon në të dy anët dhe me të vërtetë që Amerika të ardhurat kryesorë që ka nga ana globale, i ka nga shitja e armëve, ku ajo pushton të gjitha tregjet ndërkombëtare dhe kështu që lufta mbështetja dhe më të thënë gjërat nuk do ta mbështesë Ukrainën, këtë shoftë pamundur sepse lufta është vetëm një gjë që intereson Amerikës dhe sidomos ditët e sotme, ku çdo gjë domethënë ka humbë vlerën e saj, Kombet e Bashkuara, drejta ndërkombëtare, diplomacia ka humbë vlerën e saj. Normalisht që lufta është një nimet i madh, një mirë e madhe dhe shumë fitimfluese për Amerikën, edhe pse thotë nuk do të mbështesë këtë apo do të mbështesë këtë. E qartë, Sokol, nga ana tjetër, si e ke parë dhe vizitën e Marco Rubio në Izrael, a mund të ishte ky një mesazh i qartë pra se SBA-ja po miraton goditjen izraelite brenda territorit të Katarit dhe pavarësisht pra se ky i fundit është një ndërmjetës zyrtar i paqes? Apo patjetër, tashmë kjo duket krejt qartë edhe zoti Rubio që në fjalimin e tij që mbajti në Tel Aviv te muri i qarjes që shkojnë lutën hebrejt atje, por edhe në prononcime të tjera për media, është qartë që është me çdo kush është pro Izraelit dhe tashmë pas fluturimit të zotit Rubio që u largu nga Izraeli vazhdoi ende edhe më haptas gjenocidin ose në thojza pushtimin e Gazës, ku deri më tani vetëm ditën e sotme kemi në mos gaboj 48 të vdekur dhe këto janë shifra zyrtare që vinë nga Tel Aviv dhe jo nga